Në kuadër të 558 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut, Biblioteka Publike Marin Barleti në Shkodër organizoi një takim me nxënës të shkollave nënvjeçare, ku i ftuar ishte shkrimtari Gjahid Bushati. Takimi u fokusua tek figura e heroit ton kombëtar Skënderbeu në letërsinë për fëmijë, duke synuar afrimin e brezit të ri me historinë dhe vlerat kombëtare përmes librit dhe leximit. Unë e kam kriju enkas këtë takim, pasi e kam përfunu, sepse shkrimtari nuk mund të jetoj pa lexues. Dhe duhet të sqaroj rreth këtyre që fola dhe figurës së Skënderbeut, që ata të kenë një realitet më të qartë dhe më të saktë dhe më të besueshëm. Dhe e dyta, kam dëshirë mase në një pyetje, mase në një reagim, është i domosdoshëm. Bushati bëri të ditur se pritet të botojë së shpejti një antologji për fëmijë, ku do të përfshihen edhe krijime kushtuar figurës së Skënderbeut. Unë prej më shumë se një viti po punoj një antologji për Skënderbeun dhe arsyeja është shumë e thjeshtë. Për ta ndriçu më tej këtë figurë, mas edhe në një korrektim dhe qartësim të mëtejshëm, dhe për ta afruar tek fëmijët nga mosha 9 deri në 13 vjeç, për të ditur që historia jonë është e lavdishme, historia jonë ka personalitete. Në themel të antologjisë qëndrojnë dy tipare të Skënderbeut. E para, tërmëria, dhe e dyta, porosia. Dhe na ja kam vënë titullin Trimëria dhe porosia e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ndërkohë shkrimtari u shpreh se figura e Skënderbeut në tekstet shkollore nuk është e përfshirë në mënyrë të mjaftueshme. Në tekstet shkollore, të cilat sigurisht kanë një tematik, por unë do të thosha, figura Skënderbeut duhet të zënë vend më shumë. Gjithmonë e lidhi me identitetin, sepse edhe këto libra krahas globales është e domosdoshme të kemi edhe identitetin tonë. Dhe identiteti jonë është se flet shqip përmes germave dhe fjalëve shqipe. Është e domosdoshme që kushdo ta marrin tekstin shkollor në mes të tjerave, krahas tematikave dhe problematikave mësimore, pedagogjike që kanë librat edhe të lidhura përkatësisht edhe me moshat, është e domosdoshme të njihet edhe historia jonë. Aktiviteti u vlerësua si një nismë e rëndësishme kulturore për forcimin e lidhjes së nxënësve me trashëgimin historike dhe letrare shqiptare.